thelbin e njeriu, gjëra që mua me vërtet më mundojnë, nuk është se mundohem t'i bëj nga dëshira për të dukur më i sofistikuar ose ku diun. Se janë muhabete që bëj dhe unë në përgjithshmërinë time. Këto janë gjëra për Nuk ka nevojë, ti je modest, domethënë, unë jam kundër kësaj se unë jam fajtor për të njëjtën gjë që mundohem të justifikoj veten time që pse bëj një gjëra, por që kanë vënë re që nuk ja vlen më ta të justifikosh ti gjën pse e bën, sepse kjo është diçka që ti e bën, domethënë, edhe përderisa ti e bën me hamendja, nuk është se ti po merr miliona për të bërë këtë gjë, edhe po e bën jashtë dëshirës tënde, është diçka që di e ke vetë ndosur vetë dhe besoj se është një pjesë që nuk ka asnjë lloj kuptimi që ti të fillosh të justifikosh veten tënde pse i bën këtë gjë, sepse duket qartë që buron nga diçka domethënë. E drejtë. Këshill e nevojshme kjo. Për mua ta. Po sepse ke parasysh gjithë ky ambienti inflamator tash, sidomos te në Perëndinë ne që jetojmë jashtë, shikojmë pak më shumë domethënë, po në Shqipëri ka qenë më shumë nga ana politike tjera që i kushtohet shumë rëndësi këtyre fjalëve, domethënë edhe po bie shumë pesha e veprimit, po bie shumë pjesha e bërthamës sepse janë të gjithë të fokusuar te fasada. E kupton?